Sikurse e thash në videon e 14 janarit që Treshkurti do t'ishte vendimtar për Lim Hotin, duke u bërë banori 5 që braktis lojën e Big Brotherit dhe që del me dëshirin e tij. E thash datën Treshkurt, pasi ai e ka përmendur vetë në një bisedë që kishte me banorët, por kjo gjë nuk u kuptua aso kohë dhe tani ja ku jemi, nesër do t'jetë Treshkurt, por ai doli të shtunën ku ishte edhe Prime i Shqipërisë, sigurisht për t'i dhënë një dinamik pikut të Kosovës dhe padyshim konkurenca është aty, ka qenë një marrëveshje apo jo, përsa kohë Limi në disa situata ka bërë me shenja kështu, do të thotë që nuk ka marrë atë çfarë ka synuar apo nuk ka marrë atë që ka planifikuar, e duke qenë tek planifikimi, të gjithë e kanë quajtur një lloj skenari atë që ka bërë ai me Albën, por nëse do dalim në përfundime, nëse do të bëjmë bilancin asaj çfarë ka bërë ai me Albën brenda shtëpisë, në sytë e publikut, e ka ulur, nuk e ka ngretur, pasi Alba si një lojtare e cila më përpara futjes së Limit ka qenë guximtare dhe mbante lojën e Big Brotherit me situata me provokime dhe kur nuk shkojnë në degradime apo në bullizime apo dhe në goditje siç kanë bërë banorët e tjerë, gjë për mua Alba nuk ka ditur t'i shfrytëzojë dhe të konguli për t'i nxjerrë ata nga shtëpia. Me futjen e Limit, Albën e pam të rrënuar, Albën e pam të nënshtruar, Albën e pam pranuese të çfarëdo lloj fjale që vinte nga Limi, dhe kjo gjë në publik nuk pranohet dhe nuk u pranua, prandaj them që nëse ka qenë një skenar, deri më tani Alba ka humbur disa pikë pasi në sytë e publikut nuk pranohet e gjithë sedhja negative që ka pasur Limi, edhe pse ka pasur një suport për të dhe e ka bërë që të ndihet mirë në disa momente, por të gjitha pranimet e situatave, e qëndrimeve dhe fjalëve tepër të ulta, tepër denigruese të dinjitetit njerëzor, Alba i ka pranuar duke vënë Limin mbi të tjerët, duke bërë atë në sytë e saj që të ishte një zot, por duke mos mbetur shumë tek ikja e Limit, i cili pashë kishte bërë një status kundër Ludolisë dhe Labinot Regjës me një fjalor goxha të rënd, pra pas ka punë për t'u marrë me ta, ndërkohë e ka fshirë, por duke mbetur tek Alba, është rizgjuar, ka rilindur dhe është rikthyer si banore me provokimet e saja. E kapi fillimisht me Labin, ku i tha do t'i shpërthej një bombë, do t'i shpërthej diçka, edhe mirë bën që merret me banorët, se deri më tani ata bënin fresk situatave të tjerëve, kryesisht të Albës, të Limit, Dolces, edhe janë shumë në gjumë dhe nuk krijon situata të tjera. Është Alba ajo që i ka ndezur motorët edhe me transformimin që e ka bërë. Ajo në shtëpi është parë me një lloj maskimi si Harley Quinn që ka disa domethënie dhe ka disa le të themi sinjale që don të përçojë tek publiku, janë që fillimisht ka karakteristika që krijon kaos, që është një çmenduri lozonjare, që Alba ka një rebelim, që Alba ka të përshfaqur që thot lufta me sisteme dhe me njerëzit, dhe një lloj pavarësie. Besoj që ky është një lloj reflektimi për situatat që ka pasur me Limi dhe që do të tregoj një Alp tjetër për sa kohë kemi mbetur drejt fundit të Big Brotherit, por me kalimin e kohës vetë Harley Quinn bëhet një lloj simboli i çlirimit nga marrëdhëniet abuzive, i fuqizimit personal dhe i të qenurit vetja ku je ndryshe. Sigurisht që këto janë të gjitha karakteristika që Alba orët e fundit po i tregon me audiencën, po i tregon me banorët aty brenda, me të gjitha situatat dhe ngacmimet që kanë treshi për sheshi, që nga ana tjetër fjalën kanë për Elionën, Klodi dhe lundrimin. Orët e fundit dhe ditët e fundit janë bërë të diskutuar nëse marrin aq shumë informacione nga Eliona, që ishte një enigmë situata e saj e keqe përpara Prime-it, ku vllai i madh e thriste, ajo nuk shkonte te dhoma rrëfimit, kishte një lloj rebelizmi sipas atyre që komentojnë dhe shikojnë Big Brotherin, që ajo nuk ju binte urdhave të vllait për të shkuar tek dhoma rrëfimit, pra dalja e saj ishte për diçka, për të mësuar, për të matur, apo nuk ishte guxim për të përballuar të gjithë skemat që të dilnin, apo të gjithë lojrat që bën me Klodin, ku ky fundi sipas Hygertës, edhe pse e ka mbajtur pranë,
thotë që është shumë i lëkundur në ndjesi dhe në emocionet e veta, dhe jam plotësisht dakord që ka ardhur momenti që të gjithë të flasin të vërtetat, të mos mbajnë, edhe pse është një lojë, një produksion dhe nuk është ai shumë e zorshme, për të mos kuptuar të gjitha këto dallimet që bën, se ku shkoi Alba nëpër spitale dhe gjendjen e saj e filmonin e bënin, presim sonde në Prime nëse do tregohet me pamje dhe me filmime ku ishte Eliona, ku qëndroi dhe a ka marrë informacione, siç aludohet në rrjet në ato videot që a bën virale, ku ajo jep informacione si për Claudin, si për londrimin. Pra ka një lloj normalizimit të situatës së treshit për sheshit, dhe e gjithë kjo qasje e tyre me një lloj arrogance orët e fundit, me një lloj prepotence, thua ti kanë prekur qiellin, dhe për mua po e dëmtojnë londrimin, pasi është në sytë e publikut një lojtar që pëlqet për të gjithë ato që ai ka dhënë në Big Brother, për të gjithë energjinë, vendosmërinë, të qenurit i veçantë, unik, emocional, ndihmues dhe jo bullizues, por me një lloj trajte dhe po me një lloj ndikimi dhe hije të keqe nga Eliona dhe nga Claudi. Por mbetet për të parë se a do të flasin sonde troç, të mbyllet një herë mirë ky raport kaq shumë i bajatshëm midis Claudi dhe Elionës, nëse nuk do ta mbajnë si asnën në mëngë për dasmë që të bëhet, pothuajse shanset janë që të bëhet për ta këtë javë në shtëpinë e Big Brotherit, dhe do ta mbaj ky raport për t'i çuar të dy në finale Elionën dhe Claudin, e më pas Eliona të trajtohet si një vajzë që është e vuajtur, e të tjera. Me daljen e limit, Alba riktheu dhe Stitchin mbrëm duke mbajtur në krah atë shkopin si një krye plag, duke drejtuar njerëzit aty, pra duke i konsideruar si një lloj lodre që e po bën me ta dhe që po kërkon t'i nxjerrë nga shtëpia me zarf të zi. Mbetet për të parë nëse do të ketë një zarf të zi ky edicion i Big Brotherit, dhe vëllai i madh do të marrë masa për të gjitha gjërat që bëhen në kurrizë të disa personazheve aty, dhe disa mbahen me hatër pas shumë diskutimeve dhe videove që bëhen virale çdo ditë për një lloj dashamirësie që ka për disa personazh. Për duke u mbetur tek dinamikat e shtëpisë, shikoj që Alba është e karikuar për të pasur debate me të gjithë, po rikthehet në ata Albën ngacmuese që nuk prek limitet, pra që nuk rrezikon të thyej ligjet e shenjta të shtëpisë së Big Brotherit dhe të vëllait të madh dhe të vet patentës së Big Brotherit. Mbetet për të parë nëse vëllai i madh do të jetë serioz për të marrë vendime dhe për të krijuar një lloj dinamike të re në lojë. Siç e theka dhe në fillim, ky Big Brother ka më shumë persona që janë larguar me dëshirën e tyre. Fillimisht ishte Mentor Haziri, pastaj Linda Re, kemi pastaj edhe Sasën që doli, Fjolla Morina, së fundmi Lim Hoti. Në prajmin e parë ishte Iqbal Huduti, që disa orë përpara nisjes së edicionit të 4 të Big Brother Kosova VIP u tërhoqe dhe nuk mori pjesë. Pra kemi një lloj rekordi me 6 persona, nëse mund të përfshi dhe Iqbalin që kanë ikur nga formati, dhe pse kjo e fundit nuk e preku derën e shtëpisë. Sa kaq debate ka pasur dhe Suanita dhe Aurora me Labinot të Rexhën, dhe është mbledhur pak laku se është edhe Alba kundër ti, dhe e shikoj të lëkundur, nuk e shikoj dhe nuk e kam parë kur lojtar me potencë në atë shtëpi, vetëm që bën ato ekzibicionet e tij, dhe pse jep shpirtin për të kontribuar dhe i mban ato me ushqim, i gatuan pothuajse 3 vakte çdo ditë. Kjo është një gjë që e ka me ri, duhet vlerësuar, dhe pse shpeshherë është bërë meme për një lloj higjiene jo shumë të pastër në gatimin e tij, por sidoqoftë është personi që përkushtohet më shumë në gatim, pra që ju ofron ushqim banorëve, ju plotson atyre vakteve. Labinot Rexha, noti i famshëm, i cili edhe është ruajtur, edhe është qethur, edhe është viktimizuar, edhe është qarë, edhe ka derdhur ato lotat e krokodilit, edhe ka treguar ato dramat e tij, histori e jetës, sa herë ka prekur dikë në palc, në familje, në karakter, gjithmonë ka treguar për publiku një histori që në mënyrë të çuditshme ai ka të ngjashme dhe i ka përjetuar. Ka shumë ky Big Brother për të komentuar, por më pëlqen që kemi një lloj reaktivizimi të Albës në ato lojtarën provokative që është, se i duhet shtëpisë, se deri më tani i kemi parë të përgjumur dhe me debate të vakta. Ajo është ajo që i ngacmon dhe i nxjerr banorët në të keqen. Do të presim dhe do të shikojmë se si do të trajtohet ky praj me të gjitha dinamikat, por edhe me të gjitha ato
që po flitet në rrjet. Do doja të dija dhe mendimin tuaj dhe më kryesore mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.